Në konkursin e datës 21 mars 2025 të shpallur nga zyra e kryeministrit të Republikës së Kosovës, është hapur konkursi për drejtor bordi të 3 ndërmarrjeve publike qendrore, ndërtoh edhe kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova SHA. Ndërkaq, tash është publikuar edhe lista e ngushtë e kandidatëve, të cilët janë përzgjedhur për intervistë me gojë për pozitën e drejtorit të bordit në ndërmarrjen KRU Gjakova. Lista e ngushtë përfaqësohet nga Vildane Maloku, Arieta Pozhegu, Arianeta Nura, Ilir Dula, Gjevad Bekteshi, Naki Sahiti, Urim Gashi, Lumnie Këpuska, Liridon Krasniqi, Faton Osmani, Visar Nalbani, Aurora Dinaj, Albehar Fejza, Lirie Rahimi Ademi dhe Bahri Gjaferi. Në pajtim me ligjin nr. 5L031 për procedurat e përgjithshme administrative, kandidatët që nuk janë të përfshirë në listën e ngushtë kanë të drejtë të ushtrojnë ankesë brenda afatit prej 30 ditësh, që nga data e publikimit të listës. Tutje në dokument është përeditur se ankesa duhet të dorëzohen me shkrim në objektin e qeverisë, zyra numër 101.